falenderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Feja islame është e përkryer dhe plotësuar në të gjitha segmentet e jetës. Prandaj dhe normat me të cilat ka ardhur Islami janë domosdoshmëri e njeriu që të gjitha, pra çdo normë që e ka sjell Allahu xhelle xhelaluhu në librin e tij ose përmes pejgamberit alayhis salam, është domosdoshmëri e njeriu e me theks të veçantë për besimtarin. Prandaj dhe themi se feja islame ka ardhur që t'i pastroj shpirtat nga mosbesimi dhe idhujtaria. Ashtu siç ka ardhur që t'i pastron zemrat nga sëmundjet dhe mëkatet. Po ashtu ka ardhur që t'i pastron ose të na mësoj pastrimin e trupit, pastrimin e rrobave, pastrimin e ambientit, sepse janë pjesë e jona. Po të ndershëm vëllezër, feja islame njihet me sloganin feja e pastërtisë, e shpirtit, e mendjes, e zemrës, e trupit, e rrobave, e shtëpisë, e rrugës, e ambientit çdo kund. Prandaj dhe me të drejtë promovonte kështu pejgamberi alayhis salam këtë vlerë. Thoshte: pastërtia është gjysma e imanit. Pastërtia është gjysma e besimit, që i bie të ndershëm vëllezër se ka një vlerë shumë të veçantë në jetën e njeriu, por edhe te Zoti i Madhreshëm. Andaj për të pa rëndësinë dhe vlerën e pastërtisë në jetën njerëzore, kemi nevojë ta bëjmë një kronologji shumë të shkurtë. Jemi vetëdijshëm për kohën dhe për motin, por patjetër duhet i themi disa fjalë. Të ndershëm vëllezër, në kohën kur ka zbrit Kurani në Mekë, në kohën kur ka ardhur pejgamberi alayhis salam si pejgamber, patjetër se papastërtia ka qenë në nivel shumë të lartë. Papastërtia e mbrëmshme, po flasmi për mosbesimin, paganizmin, shirkun, idhujtarin, mohimin, por edhe papastërtia e jetës, e trupave, e shtëpisë, e ambientit e kështu me radhë. Prandaj edhe ka qenë një prej punëve, shërbimeve, obligimeve, çështjeve me të cilat është marrë pejgamberi alayhis salam parsore, është kjo çështje. Dhe karakteri pejgamberit alayhis salam ka qenë karakter elegant. Pra, përveç aspektit të besimit, pamja e tij, dukja e tij ishte model për të tjerët. Pastërtia që mbante pejgamberi në trupin e tij, në rrobat e tij, në qasjen e tij dhe në ato çka fliste, parfumin që përdorte pejgamberi në atë kohë i bënte përshtypje çdo kujt. Vëllezër, jem të fol afër 1500 vjet më herët. Në atë kohë kur njerëzit jetonin në varfëri ekstreme, në kushte ekstreme jete, pastrimi i rrobave, i trupit, po dhe parfumi ishte pjesë e vazhdueshme e pejgamberit alayhis salam. Përkundraj obligimeve që i kishte, përkundraj ambientit jashtë nuk ishte shumë i favorshëm me majt pastërti. Këtë e bënte pejgamberi alayhis salam. Për të na treguar dhe për t'i treguar njerëzimit se pastërtia është gjysma e besimit, por është njëkohësisht shumë e rëndësishme për shëndetin. Për shëndetin fizik, për shëndetin mental edhe për ambientin. Dhe këtë realitet të ndershëm vëllezër kemi nevojë m'ia kujtu vetvetes dhe të tjerëve, këtë vlerë e kanë bartë muslimanët me vete ka kanë shku. Dhe me pak fjalë, nëse e shfletojmë periudhën e sundimit të Spanjës nga muslimanët, shohim se çfarë kanë bërë muslimanët në Spanjë, që sot asoj dite është simbol pastërtia. Nëse marrëmi vetëm një prej qyteteve të asoj kohë të moderuar që ka qenë Cordoba. Nëse i marrëmi hamamet e asoj kohë, që njerëzit nuk kishin shtëpia që i ndërtuan muslimanët, edhe rrugët e shumë të tjera, është sot asoj ditë shembull. Nëse marrëmi perandorinë osmane dhe vlerat e saj në aspektin e pastërtisë po flasim, çdo ku ka ndërtuar xhami, abdeshane, banjo publike, WC-e të ngjashme që njerëzit në shtëpia nuk kanë pas. E këto ne kemi marrë këto modele, ende kemi gjallë.
Vëllezër, po flasim për periudha prej 1000 vite e tutje. Pra, në këtë Evropën që po jetojmë ne, pra, ka qenë errësirë në papastërti. Islami ka ardhur dhe i ka ndriçuar këto vende, sikur që e ka ndriçuar vendin tonë, sikur që na ka ndriçuar edhe neve, dhe është bë kultura jona pastërtia. Dhe siç e dini, ne njihemi si popull ballkanas në nivel shumë të lartë pastërtisë. Fal kujt? Fal Islamit. Prandaj të ndershëm vëllezër, duhet t'i gëzohemi kësaj. Andaj dhe themi se të ndershëm vëllezër. Në kulturat e hershme, kur njerëzit e kanë devijuar rrugën e profetëve, e kanë lënë anash edhe këtë çështje. Ibrahimi a.s. që njihet babai i pejgamberëve, ka thirrë në pastërti. Dhe kur e devijuan rrugën të tjerët, e ban parim pa pastërtin të fesë të tyre. Të krishterët për shembull, te ta njihet ibadet, njihet afrim te Zoti, sa më i papastër që ti jesh. Sa më gjatë nuk e prek trupi ujin, aq më i devotshëm je. E llogaritni vëllezër me çka ka ardhur Islami. Për atë arsye, pra, thjesht pa një filozofi dhe pa komplikim, po pse pra e përqafun shqiptarët Islamin me kaq dashamirësi, në mesin e qindra arsyeve, është edhe kjo, sepse kanë përzgjedhur të pastërtën nga papastërtia që i ka përcjell shekuj me radhë. Dhe kjo s'do mend. Prandaj edhe një herë po e them, sidomos atyre që ende nuk i gëzohen këtij Islami që e kemi me sa shekuj, dhe është tani me kultura jona, që vërtet pra ne ja kemi po hajrin. Në shumë segmente, po në këtë rast edhe në pastërti, në nivelin e pastërtisë që është kultura jona. E të ndershëm vëllezër, në fenë tonë pastërtia jo vetëm që kërkohet, po është domosdoshmëria e adhurimit. Pastërtia është kushti i adhurimit. Prandaj dhe Allahu xhelle xhelalu në Kur'an ka zbrit citate për këtë çështje, citati 6 në suratul Maide, Allahu thret besimtar: "Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu." O ju besimtar, pastroni fytyrat e juaja, pastroni krahët e juaj, epni mes kokave dhe pastroni këmbët e juaja. E kur keni nevojë pas kontakteve intime ose polucionit, pastroni këmbët e trupin. Pra këtë citat të vëllezër thret pra në abdesim. Na nuk mujmë me u fal pa marrë abdes. E nëse kemi nevojë për gusëll, do të me pastru këtë trupin. Llogaritmi çfarë vlerën shekullin 21. Vëllezër, kemi nevojë mu kthy në kohë. Të kthehemi pak në kohë. Ky citat ka zbrit para 15 shekujve, ku njerëzit e kanë pas ujin qesat. Mangësi, mungesë, ujë, pikat e ujit kanë qenë mungesë. Ka zbrit ky citat, nuk mundesh me fal namaz, me adhuru Zotin tën pa e pastru trupin tën. Llogaritni çfarë dallimin mes fesë tonë edhe të tjerëve. Të tjerët po thonë, sa më pak që e prek ujë trupin, ti je çash më i devotshëm. E llogaritni veç po them vetëm këtë dallim, nëse e kemi, llogaritni çfarë vlerë është. E pastaj Allahu xhelle xhelalu i drejtohet pejgamberit alayhis salam Kur'an: "Wa thiyabaka fatahhir", pastroj rrobat e tua para se me hin namaz. Namaz do të me him jo vetëm trupin, edhe me rrobat pastërta, edhe vendin ku falesh i pastër, edhe ambienti të jetë i pastër. Po jo vetëm kaq të ndershëm vëllezër. Allahu xhelle xhelalu ka bërë thirrje universale tër njerëzimit. Ja bani Adem, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. O bit Ademit, këtu hin krejt njerëzit. Po me theks veçantë, mesazhe për besimtar. Kur shkoni në xhamia, vishuni pastër, vishuni bukur. Pra ta marrë me qitë mesazh pak ma ekskluziv, sepse temin e kam për qitë vëllezër. Këtë hyrje që e bona, për qitë pjesë e bona, edhe ato që do ta flas pastaj. Kur të shkoni në xhamia, vishuni bukur, t'jeni të pastër, përzgjidhni rrobat, pastroni trupin. Pra, le del aromë e këndshme, jo aromë që shqetëson atjetin, jo aromë që shqetëson ato që falet afër te e kështu me radhë. Dhe gjithsesi të ndershëm vëllezër, Allahu xhelle xhelalu ka promovuar në Kur'an se i don ata që janë të pastër. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu përfen, kanë i don. Allahu po vërtet Allahu i don ata që pendohen, vazhdimisht pendohen, por i don ata që janë të pastër. Të pastër në bindjet e tyre, të
të pastër në mendjet e tyre, të pastër në trupin e tyre, të pastër në rrobat e tyre, të pastër në ambientin e tyre. I dënë këta Allahu. Andaj të ndershëm vëllezër, me përmbyll krejt këtë mesazh, pejgamberi alayhis e dha një shembull shumë interesant. Për ta dallu këtë vlerë që na e kemi falas o vëllezër, këtë vlerë na falas e kemi prej Islamit dhe para arzëve tonë, gjyshtëve së të gjyshve, ata e kanë sjellë për Islamin, ne kemi gjithë gatshëm, prandaj meriton Allahu të falënderohet dhe të lutemi për gjyshtit, stërgjyshtit dhe ata që kanë sakrifikuar. Po thot pejgamberi alayhis salam, a e keni pa nëse ndonjëri për juve e ka një lum para derës së tij, edhe pastrohet 5 herë në ditë, a mbetet kështu po i drejtohet shokëve të pejgamberit sa? A mbetet ndonjë njoll në trupin e tij? I thon shokët jo. S'mbetet 5 herë në ditë nëse zhytet edhe lahat në lum. A mbetet ndonjë njoll? Thot jo. Kështu është ai i cili falet. Pra, pastrohet nga mëkatet, po gjithsesi që pastrohet nga papastërtia sepse ai ka mu pastru 5 herë në ditë. Mos 5 herë disa herë në ditë, për shkak se e mon abdesin, por patjetër që trupin e ka të pastër, me gusull ka hin xhami, me gusull hin pra në namaz. Andaj të ndershëm vëllezër, me përket këtë themi se vërtet duhet falenderohet Allahu i Madhreshëm për këto mirësi që i kemi dhe duhet t'i shijojmë, por duhet të t'i mirë shfrytëzojmë me qëllim që të afrohemi te Allahu xhelle xhelaluhu edhe me pastërti. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetë edhe për ju, kërkoni edhe ju falje sepse Allah është falësim. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, padyshim se kohë pas kohe kemi nevojë ne t'ja përkujtojmë vetvetes vlerat. Sepse këto i shijojmë, por njeriu kur i ka të gatshme, ndoshta edhe nuk ja din vlerën, nuk ja din shqyqyrin shumë. Në kohën që ne po jetojmë të ndershëm vëllezër, falë Allahu xhelle xhelaluhu, standardet e jetës në vendin tonë po flasim, në asnjë shekull, në asnjë kohë nuk kanë qenë më të larta, më të mira se sa që janë këtë kohë. Prandaj dhe themi se nuk ka më vend për papastërti. Nuk ka më vend dhe nuk ka hapësirë dhe nuk do duhej që dikush të vijë në xhami dhe të kundërmon nga aroma ju e mirë, e trupit të tij, e veshjes së tij, e garderobës së tij, sepse tani më çdo kush kemi ujë të mjaftueshëm në shtëpia tona, jo vetëm në për shtëpia, po madje edhe në vendet të punës, madje edhe në xhami. Prandaj të ndershëm vëllezër, këto mesazhe që unë pak i thash, siç dhe ju njoftova, po përcjelli mesazh që ne si besimtar duhet jemi të kujdesshëm pra në përkushtimin e nivelit pastërtisë, sepse ai që punon edhe lodhet, edhe djersitet, por sot është ditë e xumë, sidomos ditën e xumë, po edhe në xhami kur vemi, pra duhet jemi të kujdesshëm, prandaj dhe jo rastësisht pejgamberi alayhis e ka përcjell mesazhin për ditën e xumë. Pastrimin ditën e xumë është i domosdoshëm. Kështu e ka cek tekstualisht pejgamberi alayhis salam. Që i bie se pra ai që ka mundësi mos vjen në xhami mu fal ditën e xumë pa u pastru, me qëllim që edhe personi afrohet te Allahu, ambienti është i pastër dhe nënën tjetër pra edhe ata që falen afër tij janë mirë me te. Pastaj na shoqëron rroba e pastër, rroba të veçanta që na tha Allahu në Kur'an, o bita Ademit kur shkonin në xhami, veshoni bukur, tesha të veçanta i ka më në për xumë. Qështu do duhej muslimani me pas po themi një kriter tjetës. Tesha të veçanta që shkojnë në xhami, sepse i kam të veçanta, sepse Allahu po më thret me to. Parfum i veçantë, investimi i veçantë vëllezër në këtë kohë po flasim, që tani më kushtet janë të mira. Domthon era e mirë tjetër. E me theks të veçantë po e vë theksin të ndershëm vëllezër, me pas kujdes nga disa ushqime që kundërmojnë, siç është qepa dhe hudra. E dini vëllezër që këto dy ushqime janë halal mi hangër, janë të lejune, por pejgamberi alayhis salam ka thonë, ai që i han të gjalla, qepën dhe hudrën, mos t'i afrohet xhamiave tona. Për çka vëllezër? Sepse kundërmon e pengon ato që jetu fal e kështu me radhë. Pra të jemi të kujdesshëm vëllezër, sepse ndoshta dikush e ka ilaç, mirë po e pengon atë palën tjetër, andaj duhet jemi të kujdesshëm. Pra, krejt këto të ndershëm vëllezër, që i theksuam, janë thesari vlerave në fen tonë, që ne duhet t'i çmojmë dhe të jemi të kujdesshëm për to. Para se ta mbylli tërësisht hutben të ndershëm vëllezër, do ta përcjelli edhe një rekomandim të kryesisë së Bashkisë Islame. Na kanë porositur që sot përcjelli mesazh për grumbullim të fondeve për blerjen e një parcele toke në kodër të Trima në Prishtinë prej 30 ariv, do të jetë vakaf vëllezër, do të ndërtohet inshallah një xhami në kodër të Trimave,
Prandaj nuk kam nevojë më shumë ju fol, sepse kemi fol shumë herë për vlerën e vakafit. Por një euro, nëse e ki një euro, ka me mbet vakaf për ty të në kiamet. Kështu që ai që ka mundësi, le ta ndihmon për këtë proces, se mund ndërtu një xhami në kryeqytet, është vlerë për neve, por më vlerë është që ne mu bë hisetar të këtij vakafit. Allah na mundsoft me qenë pjesëtar e veprave të mira, Allahu na mundsoft me qenë të pastër në shpirt, në zemër, në mendje, në trup, në ambient. Allahu na mundsoft që të praktikojmë mesazhet e thirrjet e Allahut xhelel xhelalu dhe porositë e pejgamberit alayhis salam. Allahu pranoft për neve dhe juve të gjitha veprat e mira. Lutim Allahun për udhëzim për vetvete, familjarët tonë, fëmijët tonë, shoqërinë tonë. Lutim Allahun për lehtësim të gjendjes ka do të qenë musliman.